shqiptarët do t'i tregojnë vendin atij, dorëheqja ishte opsioni. Çdo njeri në kushtet e tij, përveç atij, do të kishte dhënë dorëheqjen. Atëherë unë i them dhe ndaj e mbylla, prite zemrimin e popullit shqiptar. Shqiptarët nuk do mundet kur t'i vjedh më, siç ka ndodhur deri sot. Zoti Berisha, kryeministri Edi Rama nga konferenca për media ka përmendur nenin e shpërdorimit të detyrës ku pohon se do të rishikohet. Sipas jush, përse kryeministri po merr këtë nismë për të rishikuar nenin e shpërdorimit të detyrës, pasi thotë ndër të tjera se jo çdo kush që hetohet dhe akuzohet nga SPAK mund të dënohet dhe po ashtu thotë se edhe Bashkimi Evropian e ka hequr këtë nen nga dënimet në kodin penal. Të gjitha pretendimet e tij janë një mashtrim. Në emër të Bashkimit Evropian, por e garantoj se Bashkimi Evropian ka kërkesë themelore për Shqipërinë, luftën kundër korrupsionit dhe abuzimit me ligjin dhe detyrën. Dhe Edi Rama është i gatshëm të bëjë gjithçka për të mbrojtur aktet e tij kriminale me detyrë dhe aktet e zyrtarëve të tij, por do flasin shqiptarët me të gjithë forcën e tyre. Ky është një provokim i ulët. Domethënë, nuk ka provokim më të ulët ndaj qytetarëve. Ata paguën jo për shpërdoruar detyrën, po për zbatuar në përputhje me ligjin detyrën. Kurse ky do të amnistoj, do të heq nga kodi shpërdorimin e detyrës. Zoti Berisha, vitin e kaluar ju i premtuat demokratëve se viti 2025 do të ishte i fundit në opozitë dhe do i gjente në qeveri. Po për vitin 2026, çfarë i premtoni? Rrëzimin e këtij regjimi, qeverinë teknike zgjedhje të reja. Zoti Berisha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë oruar Kosovën për zgjedhjet e mbajtura duke shprehur vullnetin e bashkëpunimit me qeverinë e re të Kosovës. Sipas jush, pse ka munguar një urim për kryeministrin Edi Rama për zgjedhjet e 11 majit, meqense ky ishte një vit elektoral?